Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit rreth Sara Gjordenit dhe Bardhi Drizit. Bardhi dhe Sara kanë dhënë lajmin më të bukur, në fakt lajmin e ka dhënë Bardhi, por Sara është çmendur nga gëzimi i këtij lajmit. Këngëtari i njohur i skenës shqiptare, Bardhi ka paralajmëruar rikthimin e tij me një projekt të ri muzikor, duke ngjallur menjëherë interes dhe reagime të shumta nga fansat e tij. Lajmin e ka konfirmuar vetë artisti përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram, ku ai shpesh ndan momente nga jeta personale dhe profesionale, por kësaj here ka zgjedhur të publikojë një fragment teksti që duket të jetë pjesë e këngës së tyre të re. M'fal s'jam tatu, s'muj me nejt për gjithmonë. E di kam gabu, por jeta është e ronë. Shkruan Bardhi duke lënë të kuptohet se projekti i ardhshëm mund të ketë një ngjyrim emocional dhe personal. Ndoshta duke trajtuar tema të brendshme që lidhen me pendimin, sfidat jetësore dhe marrëdhëniet njerëzore. Ky varg ka krijuar menjëherë debat pozitiv dhe kurreshtje tek ndjekësit, të cilët kanë nisur të spekulojnë rreth stilit të këngës dhe ritmit dhe mesazhit që kjo këngë në fakt synon të sjellë. Domethënë presim moment në moment që Bardhi të na sjellë gjëra të bukura, të na sjell projekte të bukura dhe unë kam dëshirën më të madhe që ta shoh dhe Sarën pjesë të një projekti, pse jo? Sara do të ishte një figurante fantastike se për këndim nuk e di nëse ka talent. Domethënë Sara dhe Bardhi edhe pse u përfolën për një marrëdhënie të krisur të tyre, ato kalojnë jashtëzakonisht bukur, kanë një dashuri jashtëzakonisht të mirë dhe siç duket së shpejti do të na sjellë një super projekt gjigant që do të na pasionojë të gjithëve.